Përveç faktit që ai tashmë fitoi një garë, ai ka qenë pjesë e strukturave të BK-s të SPAK-ut si oficer i policisë kryesore. Më rëndësishme se kaq, ai është një pjesëtar i një familje juristësh, babai i tij është i prokuror i njohur në gjithë sistemin e drejtësisë të këtyre viteve. Jam kundër atyre që thonë Hysén Keta, jo prokurori i komunizmit, nuk funksionon më në 2025 tani prokurori i komunizmit, dhe për më tepër t'ia bësh të si biografi të birit, nuk shkon kjo. Shoqëria e jo nuk duhet të futet në këto analiza. Merret, ai ka kaluar 7 prova, apo themi pengesa apo teste të forta, mes tyre ai arsyetimi logjik, kontrolli që është bërë atij dhe mjekësor, testi fizik, ese me shkrim, gjitha këto, intervistë, deklarimi i pasurisë dhe testi poligrafit, që është ajo e famshmja nëse gënjen apo jo. 100 metrësh në sa ka kap? Po mirë duhet të ketë qenë, sepse ai ishi BK-s, jo si SPAK, ai aty është ta duhet kapin kripin. Pjesa po themi policore e SPAK-ut. Është djali i Majlinda Ketës, një pedagog, një profesoresh që ne Andrea duam shumë në gazetar, ta kemi dhe në studio, ka qenë pjesë e strukturave të Partisë Socialiste, kandidate, po nuk u bë deputete në vitin 2005, ka qenë drejtoresha arsimore. Ka qenë njëherë deputete LSI-s? Jo, deputete nuk ka qenë asnjëherë deputete Majlinda. Di që kotat e saj më të larta në politikë ka qenë në vitin 2005, kur zoti Nano e prezantoi dhe ajo ishte kandidate për deputete, por nuk fitoi. Është figurë qytetarie. Ajo, po, është tjetër i lajm që edhe Tirana si kryeqytet që vuan me këtë që gjithmonë të ardhurit, ja ku e ka Tirana një produkt të një institucioni jo pak të rëndësishëm të drejtësisë, dhe duhet theksuar kjo. Por mbi të gjitha unë besoj që me ato cilësi që ka treguar deri tani, jo thjesht djali babait, se kjo djali babait nuk vlen për një drejtues të BK-s. Me cilësi që ka drejtuar deri tani, ai ka bërë një shumatore, po themi, të cilësive të anëve pozitive që mund të ketë një njeri. Është përballë një prove të fortë, sepse ti është drejtori i BK-s, nuk është njësoj si kur ti ishe OPG atij, dhe metodat dhe teknologjia që zotron tashmë BK-ja janë të tilla që ai duhet jetë në unison edhe me aftësitë profesionale të tij dhe të stafit të tij. Unë besoj që komendet pasaj negative për Joni Ketën, nipi Muslim Ketës, atentatorit të famshëm apo etj, do të thonë janë deri në qesharake. Tani thashë, nëse i bëjmë biografin me 3 breza, do të thonë kush është Joni Keta etj, jo thjesht dëmtojmë atë, se ata janë kështu, do të thonë në natyrë që unë i njoh, nuk se flasin, nuk janë natyrë që do të thonë artikulojnë publik. Ata shkojnë punën e tyre si jati etj. Zënqërish? Unë kam një vlerësim shumë pozitiv dhe jam e kënaqur pavarësisht se gara mes të gjithë kandidatët që ishin një pjesë tyre e njohur personalisht dhe profesionalisht, ishte një garë fort. Megjithatë, lajmi i zgjedhjes zotit Keta është një lajm shumë pozitiv. E para sepse në këndvështrimin e strukturës ai e njeh nga brenda si strukturë, ka një eksperiencë të gjatë në fushë dhe pjesa e drejtimit në këtë periudhë tranzitore besoj do e ndihmoj sa i përket pasjes së prioriteteve dhe objektivave të qarta për vijimin e punës së BK-s. Është shumë pozitive që vjen në karrierë brenda institucionit dhe duke qenë se BK-ja është strukturë e re, pavarësisht se kompetencat e hetimit nuk është se janë risi tek ne, por metodat që përdoren dhe veçoritë e BK-s edhe referuar ligjit përkatës kërkojnë specifikat e tyre. Sigurisht pjesë dhe sfida do ketë në vijim, edhe sa i përket rritjes së numrit stafit, kapaciteteve dhe trajnimet në zbulimin dhe hetimin e veprave penale që janë kompetencë e SPAK-ut dhe përjedhoj dhe BK-s, por që mendoj që është një lajm pozitiv edhe për shkak të moshës, të energjive, të karrierës së tij dhe të një opinioni shumë pozitiv që ka dhe në komunitetin e profesionistëve. Qartë, zoti Joni? Unë zotin Keta Jonin, se Hysenin edhe Majlindën i njoh, i kam mish prej kohësh, nuk është se është kam punu me të, dhe ka qenë prokuror zoti Keta, dhe gëzoj një respekt në mënyrën se si ka punuar në momentet që ka qenë
në marrëdhënie pune me mua. Për sa i përket zotit Joni Keta, unë nuk e njoh personalisht, jem i sinqert, nuk kam, por fakti që është brenda strukturës dhe për një periudhë kohore ka qenë zëvendës drejtuesi i këtij institucioni dhe nga momenti i largimit të zonjës Hana Hajnan, rezulton që drejtimin e këtij institucioni për një periudhë kohore 6 mujore ose më tepër, gati një vit e ka drejtuar zoti Keta, tregon që është një vazhdimsi në lidhje me mënyrën se si përsa i përket procesit të mënyrës së përzgjedhjes ose të propozimit të kandidimit, unë nuk them drejtën, nuk kam marrë në informacion se s'kam qenë interesuar të jem realist. Por fakti që ky institucion i mbështetur nga institucionet ndërkombëtare sot ka një drejtues, është një zgjedhje e cila duhet të ishte bërë në momentin dhe kohën e caktuar, por sot padyshim që duhet edhe për shkak të specializimit, por edhe për shkak të kërkesave të cilët sot kërkohet edhe nga faktori ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, perfeksionimi i metodave investiguese nga ana e oficerëve të BK-s duhet të jetë në një nivel tjetër edhe për shkak të specializimit dhe shenjës prezent ose vajtjes në Shtetet e Bashkuara pranë FBI-t. Unë nga Landi mora vesh që nga djali zonjës Majlinda, për cilën kam nderim të veçantë si modeli qytetarisë edhe i profesionalizmit vet, dhe i uroj punë të mbar, dhe këtu jap stop gjuhës time për një arsye. Në essentialin e anglishtes, ka njëshi apo dysh? Njëshi. Ka një anekdot shumë të shkurtër që dikush e pyet një fshatar të shtrirë, thotë për sa shkojnë në qytet. Edhe nuk u përgjigj. Edhe ky vazhdoi rrugën dhe i thret zotëri, tha shkon për 45 minuta. Pse s'ma them fillim, tha? Se unë s'kisha parë si ecje. Tani Joni s'ka filluar punë. Po, normale. Do shifet neve bëjmë si Nastradini që e rifte para se të hynte qypin. Por nuk mendoj që i shërben në gjëje kjo që edhe me gjetë këtu paktën po profili i tij sigurisht është një lloj garancie. Po nuk ka garanci, do shohim se mund të jetë djalë shumë i mirë. Mund të jetë djalë shumë i mirë, po s'di të menaxhoj. Mund të jetë djalë jo i mirë, po do të jetë specialist i mirë. Unë përveç se mbështetje për këto struktura nuk kam asnjë gjë tjetër. Në fund fare, sot edhe politikën këto po e bëjnë. Kështu që ju uroj vetëm suksese dhe mblidhemi kur të bëj gabimin e parë. Unë them dhe bashkohem me zotin Shkurti se në tilla pozicione vlerësimi bëhet nëpërmjet punës. Djali mirë i japim atë që ta gjejmë për thënë. Por kjo do duket në vazhdimsinë e kohës dhe padyshim që do jetë në vëzhgimin e Partisë Demokratike, si gjithmonë, sepse normale është, dhe Partia Demokratike do jetë kritike në rast se puna dhe procesi në mënyrën e vërmetarisë së tij do le